Komisioni i Etikës në Kuvend shtyu për të martën mbledhjen ku do të vendoset për të diskutuar kërkesa e Partisë Socialiste, që kërkon përjashtimin nga punimet e Kuvendit të 29 deputetëve demokrat pas tensioneve në seancën e të njëjtës. Përfaqësuesit e opozitës në komision kërkuan që mbledhja të zhvillohej me dyert të hapura, ndërsa u shprehen se përjashtimet janë të padrejta. Ata gjithashtu kërkuan që të njihen me provat, ndërsa sipas kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, gjatë fjalës së tij, është shprehur se qëllimi i përjashtimeve të deputetëve të opozitës ka qenë që ata të mos marrin pjesë në mbledhjen e Këshillit të Imuniteteve, ku do të diskutohet heqja e imunitetit për Belinda Ballukun. Secili deputet që ka firmosur për pezullimin e mandatit për 60 ditë, 30 ditë apo 10 ditë duhet të tregohen të përgjegjshëm. Të tregohen të përgjegjshëm dhe të paraqesin fakte, të mos vinë këtu dhe të akuzojnë me terma të sigurimit të shtetit. Na i quajnë grupazh, kur në fakt gjykata e ka treguar se grupi strukturuar kriminal është qeveria e Edi Ramës. Këtu ju keni përfshirë deputet që nuk kanë bërë asgjë në kuvend, por keni dashur të fshihni opozitën nga kuvendi, sepse doni një kuvend një partijak. Thojeni këtu, qëllim keni patur pengesën tonë në Këshillin e Imuniteteve, prandaj edhe u caktuat mbledhje në orën 9. Pas kërkesës së deputetëve të opozitës në Këshillin e Etikës, është rënë dakord që mbledhja të shtyhet për ditën e martë.